Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotët. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës morali i mirë dhe mëshira hyjnore si themeli i besimit dhe shërimi i shoqërisë. Islami është fe që e ndërton njeriu nga brendimi i tij, nga brenda, nga shpirti, duke pastruar zemrën dhe duke shndruar këtë pastërti në sjellje dhe moral. Në thelb të mesazhit islam qëndron mëshira, drejtësia dhe morali i mirë, të cilat të gjitha këto nuk janë vlera të ndara nga besimi, por janë vetë fryti i tij. Ai besimtar i cili kapet nga ky besim, besimin në Allahun xhaleshanhu, pra në vetvete ka lindur frytin e mëshirës, e drejtësisë dhe të moralit të mirë. Kurani fillon me një deklaratë madhështore që përsëritet çdo ditë në jetën tonë, dhe në çdo ditë e jetës së besimtarit sidomos, ku thuhet: falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotët. Pra Bismillahirrahmanirrahim, që është ajeti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, pra ajeti i 2 dhe i 3 i surës Fatiha. Ky përkufizim hyjnor e vendos mëshirën si atribut themelor të Allahut dhe si model që njeriu duhet ta reflektojë në moralin e tij. Morali i mirë në Islam nuk është thjesht respektim i normave shoqërore, por është pasqyrim i mëshirës hyjnore në marrëdhëniet njerëzore. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Ky hadith e lidh drejt për së drejti sjelljen morale me përfitimin e mëshirës së Allahut. Prandaj, morali i mirë është rrugë drejt afërsisë me Zotin, dhe jo vetëm një fryt shoqëror. Ehli Bejti e kanë theksuar se morali është pesha reale e njeriut në peshorën hyjnore. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, thotë: nuk ka nder më të madh për njeriu se sa morali i tij i mirë. Ky pohim tregon se pozita, pasuria apo fama janë të përkohshme, ndërsa morali është vlera që e shoqëron njeriu edhe përtej kësaj bote. Kurani e përforcon këtë realitet duke thënë se Bismillahirrahmanirrahim, ditën kur nuk do të vlejnë as pasuria, as fëmijët, përveç atij që i vjen Allahut me zemër të pastër. Ajeti 88 dhe 89 i surës Shuara. Nga këndvështrimi shoqëror i këtij ajeti, morali është shtylla që mban në këmbë familjen dhe të gjithë komunitetin, sepse komuniteti lind nga familja. Nëse ti je një individ i mirë në familjen tënde, ashtu do të jesh edhe jashtë saj. Shoqëritë rënohen jo për mungesë ligjes, por fatkeqësisht rënohen për mungesë morali dhe në zbatimin e tyre. Kurani paralajmëron për pasojat e shturjes morale teksa thotë: mos ju afroni imoralitetit, qoftë atij të dukshëm apo të fshehtë. Sureja An'am, ajeti 151. Dhe ky ndalim nuk është kufizim i lërisë njerëzore, por mbrojtja e dinjitetit dhe e ekuilibrit shoqëror. Shkenca moderne e mbështet fuqishëm këtë parim kuranor, sepse studimet në psikologji dhe sidomos në ato psikologjinë sociale tregojnë se shoqëritë me nivel të lartë empatie, ndershmërie dhe përgjegjësie morale kanë shkallë më të ulët të kriminalitetit dhe konflikteve midis tyre. Individët që praktikojnë vlera morale përjetojnë më shumë stabilitet financiar dhe emocional dhe një ndjenjë sigurie.
Kjo përputhet me fjalën e Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: morali i mirë e bën jetën të ëmbël, edhe kur ajo është e vështirë. Morali i mirë, të nderuar dëgjues dhe shikues, është gjithashtu provë e besimit të sinqert. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: besimtari më i përsosur në besim është ai që ka moralin më të mirë. Ky hadith e zhvesh besimin nga formalizmi dhe e vendos atë në fushën e veprimit konkret. Një besim që nuk reflektohet në sjellje të mirë, në falje dhe në drejtësi, mbetet i mangët fatkeqësisht. Ehli Bejti, paqja qoftë mbi ta, e kanë lidhur ngushtë moralin me durimin dhe vetkontrollin. E dini pse? Sepse Imam Aliu thot, forca e njeriut nuk qëndron në forcën e trupit, por në afërsinë për të kontrolluar veten. Në çdo situatë qoftë njeriu, e mirë apo e keqe, duhet të di si të duroj, si të vetë kontrolloj veten dhe epshin e tij, dhe të di se si të sillet në rrethin ku ai jeton dhe të jetë i durueshëm, siç tham, besimtar, vetë kontrollues i vetes së tij dhe të largohet nga të këqijat që të mbetësin të mirat në zemrat e tij. Psikologjia moderne e quan këtë vetë rregullim emocional dhe e konsideron si një nga faktorët kryesor të suksesit që mund të ketë njeriu dhe të shëndetit të tij mendor. Islami e ka vendosur këtë parim që në fillim të tij, duke e bërë durimin dhe moralin pjesë të pathyeshme të trupit të besimtarit. Kurani e përshkruan profetin si model universal të sjelljes njerëzore, teksa thuhet: ju keni në të dërguarin e Allahun shembullin më të mrekullueshëm dhe më të bukur. Ajeti 21 i surës Ahzab. Pra të marrim shembull nga profeti, të marrim shembull nga Ehli Bejti i tij, sepse ato nuk thanë gjë tjetër veç se më të bukuran. Nuk transmetuan tek njerëzit veç se fjalën e Allahut xhaleshanhu. Nuk thanë veç se fjalën më të mirë dhe pa lënduar askënd në kohën e tyre. Të marrim si shembull ato, sidomos profetin dhe Ehli Bejtin e tij, në adhurim dhe në moral, sepse ato falnin dhe armiqt, me butësinë ndaj të dobtëve, pra çelte mirësia në atë shoqëri dhe në çdo moment i jepnin të drejtë atij që i kishte të drejtë dhe gjykonin me drejtësi gjithmonë. Pra të dashur vëllezër dhe motra, morali i mirë është reflektim i emrave hyjnor në jetën e njeriut, veçanërisht i mëshirës që përmendet qartë në surën Fatiha në ajetin e 3, pa i gjithë mëshirshmi, mëshirëploti. Një shoqëri që ndërtohet mbi moralin, ndërtohet mbi mëshirën, siç tham, mbi drejtësinë dhe mbi besimin e gjallë. Siç thotë Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, morali i mirë është feja e dukshme e njeriut. Prandaj, kthimi tek morali nuk është thjesht nevojë fetare, por është nevojë sociale, nevojë shoqërore, nevojë e njeriut si njeri një herë, pa qenë besimtar, të jetë njeri i mirë me vlera të larta për shoqërinë ku ai jeton dhe të jetë një individ që të gjithë janë të sigurt prej tij dhe ai person i cili ruan moralin, është i durueshëm dhe ka një vetë kontroll mbi veten e tij, atëherë ai është i sigurt si në këtë botë edhe në botën tjetër, inshallah. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin.